Sonte në mbrëmje vjen nata e 5 të audicioneve të Albania's Got Talent, spektaklit që po thyen rekorde shikueshmërie në ekranin e Vision Plus. 4 anëtarët e jurisë, Agron Llakaj, Adelina Ismaili, Elsa Lila dhe Castro Zizo, do të përballen sërish me sfidën e vështirë të përzgjedhjes së talenteve më të spikatur, që do të vijojnë garën drejt netëve gjysmëfinale. Në çdo puntat, vendimet e tyre janë jo vetëm të ndjeshme, por shpesh edhe emocionuese, duke I vendosur ata përballë dilemave të mëdha. Tani Castro, për herë të parë, thuaje me zë të lartë, cili është numri jot? Ndërsa audicionet po I afrohen fazës finale, konkurrentët e rinj po kërkojnë të sigurojnë Golden Buzzerin e mbrëmjes, duke Ju bashkuar 3 finalistëve të deri tanishëm: Diego Zelkës, Nikolas Bushit dhe iluzionisti Dashnor Bushi. A do të mundet ndonjëri prej tyre të bind Agron Llakajn, antarin e vetëm të mbetur të jurisë, I cili ende nuk e ka shtypur butonin e artë? Hoara me lëvizjet e saj të veçanta në kërcim, Break the Floor që vijon të ruajë traditën e bukur të vallëve, Voglushja Emma që pushtoi skenën me zërin e saj e të tjerë, ishin sërish interpretimet që kanë rrëmbyer vëmendjen e audiencës gjatë kësaj jave. Ky produksion e Vision Plus premton një tjetër të hënë magjike. Mos humbisni prezantimin e talenteve të radhës, por edhe shumë surpriza sonte në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus.